Përshëndetje të nderuar. Është një pyetje e cila sigurisht edhe juve sa mu ju ka sjell në kokat tuaja dhe keni dashur me i gjetë përgjigje. Mos me zgjat, po e bëj pyetjen me një herë. E pastaj shpjegimin e nevojshëm në minutat në vazhdim. A keni pyetur pse ka njerëz të pasur dhe të varfër? Pse disa vende, shoqëri e shtete janë të varfra e pse disa vende e shoqëri e shtete janë të pasura? Të qenurit i pasur është normalja apo të qenurit i varfër? Nëse është normale me qenë i varfër, çfarë ndikon që ti ta kalosh këtë normalitet, të bëhesh mbi normal dhe të jesh i pasur si shoqëri? Të qenurit i pasur dhe i varfër i një shoqërie, vendi dhe shteti, a është caktim i Zotit apo jo? A është aftësi e njerëzve e shoqërive? Apo rrethonat janë ato të cilat ndikojnë në këtë pabarazi? Cila pabarazi? Me pas të pasur dhe me pas të varfër në të njëjtën kohë. Në fakt, pyetja tjetër, a konsiderohet pabarazi kur ka të varfër dhe të pasur në të njëjtën kohë, mbase në të njëjtën gjeografi, mbase shumë herë edhe në të njëjtat rrethana? Çfarë ndikon? Çka është ai motor, ai generator që i shtyn shoqëritë drejt kësaj pabarazie, nëse konsiderohet pabarazi? Por mos është realitet, mos është barazi, pikërisht fakti i hidhur për shumëke që të ketë të pasur dhe të ketë shoqëri të varfra. Për t'i gjetur përgjigje kësaj pyetje, e që ndërlidhet edhe me caktimin e Zotit, unë jam munue me konsultu burime fetare islame, i kam prek atë sa kam mujt me gjetë nga burimet e fesë së krishter, pastaj burime filozofike dhe së fundmi rastësisht më ra në dorë një trajtes, një studim i një ekonomisti, thuaj filozofi e sociologu britanik, që pasi e lexova studimin e këtij, hulumtova dhe e sigurova një libër në të cilin thuajse gjeta të gjitha përgjigjet që i kërkoja në lidhje me temën që po flas. Përveç përgjigjes së thokt fetare, nuk e gjeta në atë libër. Megjithatë, mund të them se edhe në përgjigjen fetare kam mujt ta shkoqis nga mesrreshtat dhe metarreshtat e librit për cilin do të flas sot. Teksa i dëgjoni këto shpjegime sot, ju kisha lutur të më ndihmoni diçka. Mundohuni miq, derisa unë flas, ose në fund, ta lexoni videon në hijen e gjendjes apo situatës së shoqërisë shqiptare. Ta lexoni shoqërinë shqiptare nëpërmes rreshtat që i dëgjoni, ta kuptoni, analizoni, ta sjellni ndërmend gjeografinë shqiptare, rrethonat tona si popull e si shoqëri, për të nxjerrë jo vetë konkluzën pse shqiptarët janë këto ku janë, kanë betë këto ku janë, dhe pse nuk janë më të përparuar dhe avancuar. Me unarën e tash me bo krahasimin mes këtij rajoni, do 3 orë 4 këto. Po unë po e shpjegoj këtë shka e kom përpara, shka e kom njetë me shpjegue, dhe jo në hijen e qesaj me atë pjesën e dytë, prapa trurit, ta analizoni gjendjen e shqiptarëve dhe gjeni jo përgjigjen. Nëse keni përgjigje interesante, i shkruani në komente në këtë video në kanalin tim në YouTube.
Për cilin libër e kam fjallën sonte, për cilin autor i cili mi ka sigurua përgjigjet në pyetjen e shtruar në fillim. Autori është Thomas Sowell, ndërsa libri i tij është Wealth, Poverty and Politics, ose shqip Pasuria, Varfëria dhe Politika. Konsiderohet libër ose veprimtaria kulminante e punës intelektuale të Thomas Sowell dhe një ndër kontributet më të rëndësishme në debatin global mbi pabarazin, zhvillimin ekonomik dhe rreth faktorëve kulturor dhe rrethanor që ndikojnë në pasurimin e kombeve të ndryshme. A ju kujtohet me që para 1-2 jave, 3, nuk jem bohe, ju shenjova me gisht kështu prapa edhe e bona një farë arsyetimi se do libra mu kam bo të roq mbrapa dhe ju thash në atë video se kam siguruar një mori librave mbi 260, shumica e tyre prej jashtë, gjuhën angleze, turke, arabe e të ngjashme. Një ndër ato libra të cilën pata fat me e sigurue, me mardhen ishte pikërisht kjo për cilën do të flasonte. Wealth, Poverty and Politics. Pasuria, varfëria dhe politika. Për me kuptue temën, rrjedhimisht, librin, rrjedhimisht, situatën, 1-2-3 fjalë për autorin. Kush është Thomas Sowell? Është njëri prej mendimtarëve më të thellë të ekonomisë bashkohore. Dhe ajo që e bën të veçantë këtë njeri është se arrin të ndërthur ekonominë, sociologjinë dhe filozofinë politike teksa i jep përgjigje pyetjes pse disa kombe janë të avancuara dhe disa jo. Nuk hiviq nga perspektiva ekonomike. Bile për ja vjep një formula, si me thonë, një definicion. Një intelektual për me matë në kanar se sa peshon, edhe kur t'hin temat fella, shikone se trajtesa që i ka bo në librin e ti, në studimin e ti, a e ka kështu bashkë si kur t'i vnohen edhe visht hez drejt që atje, apo e ndërthur edhe me situatat të tjera, e fisnikron punimin e vetë, ligjeratën e vetë, edhe me gjana rrethanore në mënyrë që studimin libri të del sa më i qartë. Për shembull, miq, pak jashtë kësaj, a nuk ju ka rënë në men me bo pyetjen, a thua momentumi, koha e ardhjes së pejgamberit a.s. a mos po ndërlidhet, ndërthuret edhe me faktor rrethanor? Apo ishte vish caktimi Zotit, ka lindën qatë vjet, shpallja i nkarë qatë vjet, e ka dhonë emanetin qatë vjet, edhe e ka kry misionin ti dhe ka shkue. Në literaturën islame, çuditërisht dhe për fat shumë të keq, nuk ka thuaj se as një studim, jo që s'ko mujt me gjithë, po thuaj se nuk ka as një studim, i cili, sikur që këtë Thomas Sowell, që e shikon gjendjen e varfrimit dhe pasurimit të shoqërive nga perspektiva ekonomike, sociologjike, filozofisë politike, gjeografisë dhe të tjera, nuk ka asnjë mendimtar islam i cili i trajton rrethanat e ardhjes së pejgamberit. Çfarë ishin konditat, rrethanat gjeopolitike, geostrategjike, geokulturore, geoekonomike të kohës kur erdhi ai. A është e mundën të mos jenë marrë parasysh edhe këta faktor rrethanor? Ajo situatë ku bota po vlonte midis perandorisë bizantine dhe sasanide, persiane, iraniane, bota
po përjeton të luftat më të përgjakshme 19 vjeçare në historinë e vetë. A është e rastishme që pejgamberi të vijë rastisht që aty? Nuk besoj kur. Caktim i Allahut po, por trajtimi i rrethanave nga perspektiva geopolitike, geokulturore, geostrategjike dhe të ngjashme, natyrisht se do ta kishte fisnikruar dhe madhëruar edhe personalitetin e pejgamberit, por edhe kohën e më pastaj do ta kishim kuptuar, muslimanët do ta kishin kuptuar edhe më mirë strategjinë e punës dhe veprimtarisë së pejgamberit alayhi salatu wasalam. Që pejgamberi të mos lexohet vetëm si një individum i ardhur sikur pej qiellit me zbritën si guri, shka thiri njerëzit edhe u kry puna. Po, është e rëndësishme edhe kjo pjesa e brendshme përbajgjesore. Por, studimi i rrethanave, në këtë rast, geopolitike, geostrategjike, geoekonomike, geokulturore të kohës, ardhjes së pejgamberit i hedh një dritë, e ndriçon edhe më shumë. Më mirë kuptohet. Pra, ai mendimtar, ai historian amerikan, për cilin ju kam folur në një video dhe pa ta bën një status, edhe pa ta thonë se ky libër është ndër më të mirët që i kam lexuar në jetën time në lidhje me historinë e ardhjes së pejgamberit, është i pari dietar, mendimtar, hulumtues, historian, i cili e studion rrethanën kohore, shkaqet, gjeografin, konfliktet, situatën geo të kohës kur ka ardhur pejgamberi alayhi salatu wasalam. Po kthena në temë. Që ky Thomas Sowell, që të une në fakt mi dha përgjigje që mundojshin, që ky Thomas Sowell si një ideator, një njeri i madh, një mendimtar i madh, i shpjegon disa gjëra të cilat asnjë teoricien i ekonomisë deri tani nuk ka mujtën me i shpjegue si ky. Thjesht është ideator i teorisë se politikat ekonomike do të vlerësuar sipas rrethanave të prekshme, empirike, jo sipas qëllimeve morale. Pra, edhe të caktimi i Zotit në këtë rast, që thash po i nxjerrit disa përgjigje nga mesrreshtat. Pra, po do me thonë kë se politikat ekonomike duhet analizuar, vlerësuar, studiuar nga sipas rezultateve empirike, po do me thonë se suksesi i një shoqërie është në dorën e asaj shoqërie. Rrethanat e shkaqet e arsyet e i cekën e pak më poshtë. Por fatin tënd si shoqëri, po thet Thomas Sowell, e ke në dorën tënde. Dhe ti duhesh ta gjesh dinamikën dhe mënyrën për t'i qa akullnajat të cilat para teje si shoqëri nuk ta japin mundësin të ecësh përpara. Pra, rezultatet empirike duhet vlerësuar më shumë se sa qëllimet morale. Valla, e shkrume qështu. Ose e ka nimue, ose se ka nimue. Moralisht në marrëdhënie ndërkombëtare nuk ka diçka që është aq e moralishme, aq e shenjtë si e moralishme, që do të mu bazuen mbi te dhe me krijuar raporte dhe zhvillime shoqërore. Kush është ky burr i botës? Është një mendimtar prej më të thellëve në ekonominë botnore, bashkohore, pra ka lindur në Kaliforni të Amerikës, më duket në vitin 1930, si i ri ka qenë marksist, megjithëse që përgjatë studimeve ka qenë student i gjeniut të teorisë ekonomike Milton Friedman, atë që ky Milton Friedman është ideologu më i madh i kapitalizmit dhe tregtisë së lirë, megjithëse që ka qenë student i
e Milton Friedmanit, ky asnjëherë Sowell nuk heq dorë dhe nuk lëkundet nga pikpamjet e tij marksiste për ekonominë dhe jetën. Domethënë, me disa predispozita të them shpirtërore, psikologjike për një barazi sociale midis njerëzve. Qëllimet morale që thash nalt. Por çka ndodh më pastaj? Më vonë hek dorë nga marksizmi dhe e përqafon fuqishëm teoritë kapitaliste, kapitalizmin. Pastaj bëhet një mendimtar dhe promotor i tregtisë së lirë dhe një armik i socializmit dhe politikave ekonomike populiste. Edhe thot bilen këtë liber, thot nuk ka gjë ma e poshtër, thamone kështu, ma e poshtër se sa të përdoren politika ekonomike populiste për me i ujstat njerëzit, për me i mashtrue njerëzit. Siç nuk ka mashtrim më të madh që i ka ardhe njerëzimit se sa komunizmi, socializmi, barazia në mes njerëzve. Ky vetë thot, miq, thot, liria është më e rëndësishme se barazia. Sepse, kur e përdor mjetin e caktur për të bë barazi mes njerëzve, ti skiqare pa i ndryll një pjesë të caktuar të shoqërisë. Për me avancue tjetrën, për me i bot barabart që zbohen njerëzit kur të barabart. Sepse dhe kë, pra po them, mes rreshtat që kam nxerrën aty, sekuenca dhe të islamit, teorive islame që i kam gjetë të ky thot se njerëzit s'mujnë me kon kur krejt barabart. Për shkak se nuk janë të barabart në aftësitë e tyre. Dhe drejtësi e kësaj botës është që njerëzit me që nuk janë të barabart në aftësitë e tyre të mos ketë barazi as midis njerëzve dhe as midis shoqërive. Shkojmë më tutje. Gjendja origjinale e njerëzimit sipas Thomas Sowell është varfëria. Shoqëritë e hershme para milionave vjetëve kanë qenë shoqëri të varfra, të cilat e kanë pas një varfëri të përmasave mbijetese. Sukses ka qenë që një shoqëri të mbijetoj në rrethanat e caktuara në kohën e caktuar kur ka jetuar. Pra, pyetjen të cilën e konsideron bazike, e shtron kështu, thet, nuk është pyetje e mençur të pyesësh ti se çfarë është varfëria, të hulumtohet varfëria, shkaqet e varfërisë, sepse ajo është origjinalja e njerëzve, është normalja e njerëzve, por pyetja bazë që duhet shtruar është çfarë është pasuria, si pasurohen shoqëritë, si avancohen shoqëritë. Nëse ne ndalemi dhe flasim për ato shka janë evidente, të qarta si 1 dhe 1 bojnë 2, dhe bëjmë logjika, matematika, filozofia, studime në 1+1 bojnë 2, ne asgjë nuk kemi bo. Por, te i kalimi i qësaj, shkuar drejt pasurimit, avancimit, sendërtimit, është ajo që do të kërkohet nga shoqëritë dhe do të zhvillojnë shoqëritë. Pra, çfarë është pasuria? Çfarë ndodhi që një grupi shoqënor i mundsoi të kapërcente varfërinë dhe të krijonte një ekonomi përtej ekonomisë mbijetese. Në një ekonomi të bollakshme, si lindi ideja e prodhimit, si lindi ideja dhe çka i shtyni njerëzit që të tregtojnë, dikush më me thonë nevoja, o vlla, si lindi ideja në kry këto që me bo shkëmbimin e maldrave, merr grun am thekën, merr robe am ari, si lindi që kjo ide, prej nga kjo ide, dhe kë përgjigjet i jep në rreshtat e librit më poshtë. Në historinë e mendimit politik dhe ekonomik bashkohor, pak autor ka që kanë arrit
me ndërthur empirizmin e ekonomisë me reflektimin filozofik në mënyrën kaq të thellë sa e bën Thomas Sowell. Vepra e tij, Wealth, Poverty and Politics, e botuar në vitin 2015, ka lënë gjurmë dhe ka inspiruar jo vetëm ekonomist, por edhe rrafshe të tjera studimore, sidomos sociolog dhe filozof. Sipas këtij amerikani, pasuria nuk është para e as burime nëntoksore, por më tepër është njohuri e akumuluar përgjatë kohës dhe përdorim i këtyre njohurive të akumuluara më pastaj në jetën e përditshme. A ke qartë miq? Sipas këtij Sowell, pasuria nuk është paraja dhe burimet nëntoksore, por më tepër është njohuria e akumuluar përgjatë kohës dhe përdorimi i këtyre njohurive më pastaj në jetën e përditshme. Empirik, praktik vlla. Këto njohuri manifestohen në traditën e punës dhe etike. Rregullin, krijimin e traditës së punës dhe etikën e punës, ky e konsideron një prej bazamenteve kryesore, mbi të cilat ndërtohet avancimi dhe suksesi i një shoqërie. Më pastaj, duke u transformuar kjo traditë e punës dhe etike e punës në një formë të vetdijes kolektive, dhe kur një shoqëri e arrin vetdijen kolektive për ta respektuar traditën e punës dhe etikën e punës, aty bëhet ndarja si me skalper midis dy shoqërive, njëra jetë më e varfër dhe tjetra shkon duke u pasuruar. Burimet natyrore, thot ky, mund të jenë një bekim ose një mallkim, por pasuria e vërtet nuk është paraja, por aftësia për ta gjeneruar atë vazhdimisht. Ju që e lexoni Kur'anin edhe e shpjegoni, e kuptoni, pa nuk thët Zoti i Madhreshëm el mal wal banun zinetul hayatid dunya, pasuria dhe evladet, pasardhësit janë bukuria e kësaj bote, dhe në të njëjtën kohë, për çeta dy faktor, a nuk thët Allahu në një vend tjetër fitnatan lakum, janë fitne, janë sprov për juve, edhe pasuria edhe evladet. Po i orientove mirë evlat, pasardhësit, po e orientove mirë pasurin, dite me investu, dite ata, po flas në nivele shoqërore, meq, s'po flas për individ. Edhe individet janë pjesë e shoqërisë, po ne po flas ndarjen mes të pasurve si krijohen dhe të varfrit, nga perspektiva e këtij burri të madh. Pra, nëse dimi orientu këta dhe këta mirë, së ndërtimi së ardhmës është i sigurt. Por nëse nuk di me i orientue evlat mirë, me ju fol me gjuhën e së ardhmës së tyre, jo me gjuhën e së kaluarës sate, jo me thonë se baba jem e ka bu këto, baba jem më kalon amanet kështu, por me i thonë se o birë, bile që di edhe me teknikisht, praktikisht me mësue, jo visi këshill, me i thonë o birë, ti po jeton qëtë shekull, a jetu i pa, digitalizimi, ajo, mjekësia, industria, teknologjia ka të shkue, lej prallat e se kaluarës, ato mazdarke ku të pimi qaj, boj mohabet, për ndryshe rrokjo jetës, shoqërisë, shtetit po i thët, Kosovës, Shqipnis, neve këto po na thët, bëni programet për të ardhmen, shiqoni ka janë të hek, ka janë të shku konstelacionet geopolitike, geostrategjike të botës. Shiqoni shka është të thonë Trumpi, shiqoni shka është si është u përgjegje Evropa, ka po shkon Kina, ka po shkon Turkia, ka po shkon Rusia, çfarë po ndodh në marrëdhëniet ndërkombëtare. Foljo për të ardhmen, jo për të kaluara.
Lej prallat ti, jo lek dugagjine, jo aj tjetri, jo i mikon, jo si mikon, jo po këthemi të këtë pare tanë, jo kështo, jo ka. Evropa e prosperuar i kalon që 200 vjetë këto mohabete e ti po më qohësh muhe, e po më kalzon, a me flamur kuqezi, a me gjelbërt, a me shpat, a pa shpat, a me la ilaha illallah, do të me emlue tabutin, arkivolin e të vdekurit edhe me e vëros. Thuti se jetu e që në një konferencë shkencore, apo në një garë ndërkombëtare, edhe do të me pasaj flamurin të cilin e përfatson atje. O jetu e shtin dhe o vlavjen, jetu e qute Allahu i madhreshum, ka me u përgjegj aty, ndesh qiti psholak, ndesh qiti bez, ndesh qefin, ndesh flamur, ndesh krejt, bëni flamurat e 198 shteteve të OKB-s, as gja, as ati si vyn, as sy zvyn, por ti jetu e këthyje qëllimisht, mohabetin e kiti hesapin tënë. Dhe këto dredhia, këto mashtrime, këto poshtërsi, një grusht njerëzish i bëjnë. Ata kanë përfitimet majme, dhe pastaj marrin qaf njerëzit naiv, njerëzit e sinqert, njerëzit që ju besojnë, i prekin në shpirt. E kam thonë njëre, nuk ka gja më të lehtë se me mashtru njeriun me 2 sene. Me 2 sene e rëzon, e rrotlon ka të kish qef. Preken shpirt me 2 sene, ose me fe, ose me ndjenja kombëtare. Ki me e mashtruhe, ja arrin qëllimin. Disa mashtrojnë në emën të fes, disa mashtrojnë me kombe, del profesor aty, del gjykac, dhe atjetit kalzojnë pralla, jo ka dal për shtrati, jo s'ka dal për shtrati, jo në Skënderbeu, jo në ka mashtru Turki, jo s'na ka mashtru, jo Rusi, jo Amerika. Allahu po thot, folju gjeneratave e vladve tuaj në mënyrë të mos jenë sprov për ju, folju për të ardhmen, si se ndërtohet e ardhmja. Lexoni Thomas Sowell, lexoni edhe ideatorë tjerë të ekonomisë botnore, të këtyre konstelacioneve sociologjike, psikologjike, fetare. Ka ashtu hec bota, shikone o miq të dashur, e leni prallat atje. Ky gjeni ta quaj, Amerikan, thot se në kohët e lashta njerëzit ishin të zhytur në varfëri. Rrethonat më pastaj ndikojnë që disa të ecin përpara dhe disa të ecin të mbesin mbrapa. Gjendja e varfër ka qenë në krejt botën, në lindje, në perëndim, në jug, në veri. Nuk ka pas atë botë në lashtësi shoqëri të varfra apo të zhvilluar edhe të pazhvilluara. Krejt kanë qenë të varfër. Gjenet, thot, e asnjë race nuk janë superiore ndaj gjeneve të racës tjetër. Përkundërzi, mjediset janë ato që kanë lejuar akumulimin dhe transmetimin e njohurive nga një brez në tjetrin dhe që krijojnë pastaj që të njohuri të një brez, të një shoqëri, janë akumulu, janë transmetue brez pas brezi dhe fillon hapi i parë, i pa barazive, bileshti më thojza, pa barazive, midis grupeve të pasura dhe të varfëra, midis kombeve të fuqishme dhe kombeve të dobta. Cilat të kokan ato shka po heskan për para, ato të cilat brez pas brezi gjenerojnë njohuri, i pasurojnë ato, i kristalizojnë dhe u asjelin e vladve në shtëpi, që të mos jenë fitne, sprovë për ju, por të jenë pasuri zbukurim i jetës dhe i orientojnë ka e ardhmja. Jo ka Skënderbeu, Lek Dugagjini, aj tjetër, na do të më kthye në rrënjët tona. Mëra rrënjështi një fell edhe këshyrti ka dekt. Qaj dekt ka qjeli, o mik, që shtet Kurani, asluha thabitun wa far'uha fi sema. Qëfar terminologjie përdor Kurani? Për asel, për rajthet thabitun, statike janë, në ndok ato vizë zgjerohen, marin, shërbejnë për ushqim, për përpjet.
wa far'uha fi s-sama, ndërsa hapja drejt qiejve, drejt horizonteve, janë ato të cilat dalin mbi rrënjët. Ne jemi, shoqëria jemi, e kaluara ka metë raj, ajo let mbetet, let zhvillohet atje, let na furnizon neve me informacione me sene, por ne do të shikuar të ardhmen ka horizontet ashtu siç porosit Kurani. Dhe përsëriti për herë dytë, te libri i këtij, te studimet e këtij Thomas Sowell, unë kam gjetë gjëra, elemente kuranore të cilat thuajse tash po them, thuajse rrallë mendimtar islam i kanë trajtuar. Dhe ajo që më kënaq ma shumë është se problemet e ekonomisë globale i shikon nga shumë perspektiva, i ndërthur gjanat, tregon se është intelektual edhe kapacitet. Sowell meq e trajton rolin e gjeografisë, klimës, burimeve, por thot se mjedisi përcakton fatin deri në një mas, por jo krejtësisht. Mjedisi përcakton fatin e një shoqërie, por jo në një përjetësisht, jo në të gjitha rrafshet. E merr edhe thot se rajonet me tokë më të ujitshme shpesh e zhvillojnë bujqësinë, gjë që bujqësia çon në një stabilitet më të gjatë. Në mjedise ku zhvillohet bujqësia, në përshoqëritë e kaluara të lashta, shfaqet një kulturë e ndarjes së punës midis njerëzve, kabileve, udhëhecëve, pastaj shfaqen zanate, pastaj formohen disa shoqëri, lindin formacione të ndryshme, shoqërore, institucione dhe shtete. Rajonet të cilat kanë qenë të zhvilluara me blegtori, me gjueti, ose lëvizje të vazhdueshme, nuk kanë lejuar grumbullimin e pasurisë, nuk kanë lejuar ndërtimin e institucioneve ose themelimin e shteteve. Përshka, sepse kanë qenë gjithmonë në lëvizje. Kanë nejtë këto 7-8 vjetë, 10 vjetë, 50 vjetë atje, 50 vjetë atje, 50 vjetë atje. Një ditë po boj muhabet me një shok, edhe po thët i shmikon të pafat bre, shqiptarët ma shumë në qilë se në tokë. Ani mas ju bo liberalizimi i vizave. Lëviz atje. Pi thëm po, lëvizja është e mirë, e porosit edhe Kurani, do të me lëviz njerëzit. Por pajtona me tyje se kjo lëvizje të cilën e bojnë shqiptarët është lëvizje e dhunshme. A e dini se në një studim që e kanë bohe para do kohën në Skoci. Në Skoci, disa sociologë sen, thët popujt apo shoqërit të cilat kanë numër të madh të emigrantëve, diasporës. Midis 30 dhe 36% të pasurisë së tyre e harxojnë në lëvizje. Mbetën në hava, në bileta, në dhurata, në kofera, në tesha. I ka robët e reja, po shkojnë se ka me shku në Darsën, po shkojnë në Kosovë, me nejtë, Maqedonin, Shqipni, shkojnë e blinë tesha të reja, ato që i ka pasën, ato i hedhë, ato ma nuk kanë vlerë. Pra, krejt harxhimi deri në 36% të hyrave kombëtare harxhohen në hava. Nga kjo perspektiv, lëvizja, dua të them se ka ndikime negative në zhvillimin e shoqërisë. Një shoqëri e vendosur është në gjendje të mësoj dhe grumbulloj njohuri, ti akumuloj ato dhe ti transmetoj brez prajs breze, ndërsa një shoqëri nomade që lëviz shumë fillon gjithmonë nga e para prej çdo breze. Dhe kjo e ngec shoqërinë e cila e ka pas blegtorin si shahdamar të jetës së tyre, ndërsa ata të cilët e kanë pasën bujqësin janë zhvilluar. Jo rasisht të nderuar, nëse nuk e keni ditë, jo rasisht hebrejt janë baba, alfa dhe omega e shkencave që ndërlidhen me bujqësin. Farnat, ujitja, qujitja,
kej që ka lidhen me bujqësin, më thonë 90% janë hebrej. E kanë zhvillum. Izraeli është eksportus i farnëve, që po mjellum në për Rasad, eksportus i farnëve ma shumë se 400 milion arab. A moni me besue. Qaj e toke vogël. Eksportojnë, ata prodhojnë edhe dikon tjetër, marin toka me qerana për shtetet të ndryshme, po eksportojnë hebrejt Izraeli ma shumë se 400 milion arab. Nejse, si shembull i geografis e përmen edhe Evropën veriore, që ka lumej matë lundrushëm, përfiton nga geografia, shoqëria që ka jetua atje, dhe ia lecon më pastaj tregtin, komunikimin, ndërsa lumejt me ndërprerje, të rrshitshëm, të rrezikshëm, dhe me ambiente dhe pyje të dendura si në Afrikë, izolon komunitetet nga njëra prej tjetrës. Prandaj, shoqërit me këta lumej të lundrushëm, që përfitojnë nga geografia e përshtatshme, e përsëris edhe njëre, jo rasisht, hordhit barbare slave kalojnë Danubit edhe vinë këndej. Pastaj romakët që i pushtojnë tokat ilire. Sepse tokat ilire, geografia shqiptare, prej Rijekës atje, Dalmacias e të poshtë, konsiderohet ndër geografit më të përshtatshme, që veç babenan nuk ban. Kërejt senet i ban. Me portokaj njoge, me banane, me sheftalie, me mandarine, me pasulle, me kalamache, me grune, me male, me delet. Qengjat e sharrit dikur kanë qenë qengjat të cilet i kanë hangër veç sultanët dhe njerëzit e oborrit mbretëror të perandorisë osmane. Prej kajtja kanë quen Stamboll atje oborrit mbretëror. Pra që kjo geografi? Atëhere, nëse geografia qenë ka qështo, sikur e Evropës veriore e përshtatshme, që kanë ndikoj të ne që shoqërit shqiptare të mbesin më të prapambetura. Janë arsyet tjera. Një ndër arsyet kryesore që Thomas Sowell i përmend në këtë rast janë pa aftësia ose shkëputja e qëllimshme e vullnetshme apo e detyruar e gjeneratës kësaj të gjenerata kësaj. Shkëputja e brezave pas brezave. I lirët dhe shqiptarët si pas kësaj teorie nuk kanë arrit të krijojnë vetëdije kolektive se një zanat i stërgjyshit tem nuk bon me u shkaput me njëre me vdekjen e stërgjyshit, po do të kaloj në babgjyshen, në babën, të unë, të evlat, të mi, të nipat, të stërnipat. Pra, krijimi i vetëdijes kolektive për të transmetuar dhe transferuar të brezat e ri atë që është akumuluar në kohën tënde dhe të cilën e ke marrë të akumuluar nga një brez para teje. Një faktor tjetër, thët Thomas Sowell, që edhe këm lidhet me Kur'anin mua, është një ndër arsyet e varfrimit dhe emancipimit, zhvillimit të një shoqërie, thët lidhet edhe me kohën. Se si një shoqëri apo tjetra e trajton atë. A e trajton si një burim të çmuar produktiv dhe e zhvillon një kulturë disipline dhe saktësie, apo si vepron tjetra e trajtojnë kohën, rëndësinë e kohës, të momentumit, të respektimit të orarit me një butësi ekstreme. Hajtë se bohet mirë kësmet në pas bozote. Pastaj, duke qenë tepër i but, ndaj asaj që dush me qenë tepër strikt në orar, në kohë, vlerësimin e kohës, tyje të imponohet shtyrja e afateve, e prodhimeve, e takimeve, e pritjeve, e shkurjeve, e shitjeve, e blerjeve, shkakton vonesa pastaj dhe këto të imponohen në të ardhmen si zakone që rënjosën në qatë vedijen kolektive.
Këto detaje më pastaj transferohen me kalimin e kohës në një strukturë kulturore dhe ekonomike që i dallon shoqëritë e suksesshme nga të tjerat. Miq, po a nuk thet bre Allahu i madhërisëm wal asri, po bën be pasha kohën? Ka interpretime ndryshme, mufesirët kanë pas kohë me kajt babgjyshin që shtojnë të na. E ka pas qëllimi këto, e ka pas qëllimi këto, e kanë ngarkue historinë e mendimit islam me detaje, o vish namazi kanë gjetën 700 farze e vajibe, e synete, 700. A mëni me besu, ju kum pas thonë një herë. Qka dohen bre ato studime? A do të kështu, a do të kështu, a do të kështu, a. As s'janë të përmenta në Kur'an, as në hadithe, jo djetartë, kam pas vakt me shti ruza në pe, edhe kam bëhe tefsire, që kur hime e spjegua një tefsir, po do me gjithë një fjali. Ati, 3 faqe i lezën në fund të gjanë që ato shka jetu e lypën. Krejt ajo e panevojsh, bashkërkujna si do të heq, si do që tjetë. Kur'ani po të thëtë, wal asr, innal insana lafi khusr. Pasha kohën, po thëtë Zoti, në kohë po përmendet. Në Kur'an nuk bën me bobe, përbehet në lapsit, përbehet në kokën e atyre që shkrujnë, shkrimtar, djetar. Pastaj thot, wadduha, pasha kohën, pasha drekën. Edhe këtu ka interpretime ndryshme për cilën kohë, kure, pesa, sahati, amazdarke, amazdreka, pralla. Pastaj thot, wal-lejli idha yaghsha, pasha natën, wan-nahari idha tajalla, pasha ditën. Pra, rëndësia e kohës, të cilën Thomas Sowell e merr në trajtim, edhe i shpjegon teoritë e tij ekonomike, të ndërthurur me këta shumë faktor, e bëjnë Sowellin një mendimtar i cili i ka mungue shumë botës islame, për shekuj të tërë. Një mendimtar i cili e ka lëkundë rendim botnor. Mbi idetë të cilit krijohen administrata amerikane, qohen për para projekte amerikane, vlla, se që ky e ka kuptu e fjallën ikre edhe hiqpajanije. Ja qëtë Trumpit e ati tjetrit e Bidenit e Obamas e për para atyne, prej vitit 1960 e këndej ju qëtë studime mbi tavolinën e presidentëve të administratave Pentagonit, kërkojnë prej ati studime, bënda një studim, qka do me thonë që të shkaqet, si mujmë ne me i te i kalu e shkaqet, që eventualisht e ngesin zhvillimin ekonomik, strategjik, geopolitik të Amerikës, kjo javë qëtë përmi tavolin. Pra një ndër arsye që i merë në konsiderat, që e bën si me skalper ndarjen e një shoqërie që esë për para dhe ngeset për mas, është edhe respektimi i kohës, që ka të bëj me kohën. Ky, dhe gjani miq, përmend diçka shka e qunë pasurie rreme. A di ka e qunë pasurit rreme? I quan pasurit rreme borimet natyrore që i kemi, gaze, uje, sene, pasurit natyrore, borimet natyrore, që thët nuk garantojnë prosperitet. Arsyja, jo arsyja po, shembull thët, një shtet që ka shumë sene, nuk do me thënë domosdoshmërisht që të jeti pasër. Si shembull e përmend Nigerien. Edhe thët se zotron gas, naft, ka pemë, perime, droje sene, por mos respektimi i kohës, mos respektimi i ligjit e lidh me korrupsionin, e sidomos arritja e përtesës si një kod gjenetik i nigerianëve kanë ndikuar që këtë shoqëri, këtë shtet kalon shumë të varfër. Në anën tjetër thët, Japonia, që e përmenju në përvazët e mija, Japonia, Gjermania, Turqia, edhe Japonia, thët, nuk ka thuj se heq borime natyrore, por është një ndër vendet më të pasura në botë falë kujna, prodhimit të njohurive dhe respektimit të kohës.
prodhimit, akumulimit të njohurive dhe respektimit të kohës. Dalimi është se Japonia krijon institucione dhe një kulturë për gjenerimin e pasurisë dhe respektimin strikt të kohës. A muni me besu miq se të ne për shembull, mos me dash Skënderbeu jetë tradhtar, me dash të ndiko tjetër jetë tradhtar. A di kush është tradhtar në Japoni? Çaj që nuk e respekton orarin e punës. Nuk po bëj shaka. Nuk po bëj shaka. Tradhtari numër 1 sot në Japoni është ai i cili e mashtron tjetrin me kohë. I thën 62 minuta, dve ai shkon 63 minuta. Tradhtar është ai. Ai nuk mirret për kredibil. Apo që shtojshin për parat e na, nuk i jepet nuse atina. Ka shku njani me lyp nuse, edhe kur shkon me lyp nuse, baba shkon për djalin e vet, hinot të miki aty edhe thët ç'është ku mardhen, ani thët po e bin mangallin atë, atër me mangalljen në zeje. Edhe kë gaca aty e pështjelin ka një cigare, edhe kë i zoti shpis po pret tash, kë që ka arë me ja lyp qikën, shka po bën? Shka po, nej tap qibritin edhe fërt edhe pëllej cigaren. Thet mik, miqasina nuk muj me lidh. Gacat i ki këto, nuk e dhes cigaren gaca, po e hargjon një qibrit. Te shpi sje për me majt qikën tem edhe thet, rresët dush po këtë muhabet e mshelum këto. Në Japoni miq, tradhtar dhe nuk i pët nuse ati i cili e tradhton tjetrin në kohë. Përderisa thot, në Japoni është kështu, në Nigeri respektimi i kohës lun deri në 6 orë. Thet në ora 6 dhe qëkon në ora 12. 6 orë t'le me prit. 6 orë e le autobusin, e le kineman, e le profesorin, e le studente, 2 orë 3 është normale. Pra, për me përmbyll këta, paraja nuk qenë ka pasuria, por pasuria është aftësia për të gjeneruar pasurin në bazë të respektimit të konditave dhe rregullave. Që ky respektim i rregullave, konditave në Kur'an quhet sunnetullah. Sunnetullah e quan Kur'ani. Respektimi i ligjit, i ligjshmërisë së Allahut. Atë natë kër e shpjegova fjallën amentu billahi, prama par prama nuk e dije, par pram duket, amentu billahi, besimin në Zotin, nuk do me thonë e shprejha me goje dhe u krye. Të ke fundit e sirru kaulekum e ujgheru bihi innehu alimun bidhati sudur. Pa përkthej me kuptim kështu. Ti mund është me rajt, mund është me mashtru, pse pethu me goje sene. E tha, po Zoti e di se shka ke brenda. Qajo energji, qajo fuqi që është brenda, që e krijon personalitetin dhe karakterin tënë, është ajo që ty e të shte në lëvizje. Me përparu, me prosperu, me kuptu e ligjet e Zotit. Në fakt, amentu billahi është njohja e ligjshmërive të Allahut, ligjshmërive të Zotit shoqërore dhe natyrore. Shoqërore dhe fizike. Bazuar në krejt atë që e thët Thomas Sowell, pa barazia thët. Nuk është një anomali që kërkon shpjegim, është barazia ajo që është e jashtëzakonshme për njerëzimin. Vallai teori për dikon më do të më qujtë raciste, për ata që se kuptojnë thelbën e këtij mendimtari, këtij ekonomiste, ideologu, por thët, pa barazia nuk është anomali, por është barazia ajo që kërkon, që është e jashtëzakonshme në historinë e njerëzimit, që kërkon trajtesë. Si mi bo njerëzit e drejt. A ke po të na barazia gjinore, barazia gjinore. Kësta një heq. Qfar barazia? Se dhja e përmena më parë, se po më përzihen informacionin për video. Kë thot, edhe nëse kam përmen, liria është me rëndësi, jo barazia. Sepse përderisa ti barazon njerëzit e përdoj mjetin për barazimin e njerëzve, ti ndaj një grupet e caktuar s'kiqare pa ushtru dhunë. Dhunë jo vish fizike, por detyrime.
kur ushtron detyrimet i thënë tehin e prosperitetit, e ambicjes, se asaj pjesë të shoqëria apo të shoqërisë. Mi thonë norvegjezit vlla, bënu i barabart me bullgart. Mi thonë slovenëve, barazi dosh me pas me shqiptar. Po është e mundë bre. Na e lami njerin me prit 1 orë, 2 orë. Na autobusi jon Gilan Ferizajt nalet bander. Sepse nuk ka stacione. Bander të nalet, ti harxhon 20 minuta, sepse ai mundohet me marrë qatulltare, nuk e di se mua të ma hub kohën, o vlla. Edhe ti me e barazue me Zvisrani që punonaj me Sergisov, me Omeg, me saat, me sekonda, ose me japonezin. Pra, barazia thet, nuk është ajo që dohet të imponohet dhe kërkohet mes njerëzve. Në përmes barazis janë bo mashtrimet më të mëdha, edhe sot i mashtrojnë edhe gjinin femnore. Barazi. Qybre barazi. Liri do të me pas, thët kë, Thomas Sowell. Liri do të me pas, sepse në shoqëris do të krijuar kushtet e lira që ai të vendos dhe vetë vendos. Natyrisht, duke respektu ligjet, qatë sunnetullah, duke respektu kohën, momentin, konditën, sistemin, por i lirë me e imponu e lirin dhe jo me e imponu e barazin. Si do që tjetë, kapaciteti për të pasuruar, si pas Thomas Sowell, varet nga faktorët pra kulturor dhe institucional. Një, kultura e punës dhe e arsimit. O meq, pas të haru me pi kafe. A jeni të mëni pash zotin. Shka po thët Thomas Sowell? Po thët, për të pasuruar shoqërit ndikojnë disa faktorë. Njëra e para thët është kultura e punës dhe arsimit. A thash në fillim të fjalis një moma një pash zotin, lexone gjendjen, geografin shqiptare, shoqërin shqiptare, në nëhijen e këtyre shka po i dëgjon. Edhe jo vetë, kalzonëm, vetë gjene përgjigjen pse disa shoqëri janë të përparuara dhe disa janë të varfra. Pse ka të pasur dhe të varfër. E dyta thetë është geografia dhe klima, e treta janë institucionet politike dhe ligjore, e katërta është kontakti historik me tregjet ndërkombëtare të së kaluarës dhe të tanishmës, edhe e pesta është prirja ndaj kursimit, inovacionit dhe rrezikut. Ku jemi na në çdo 5 pika shkruni edhe i përgjigjeni vetvetes. E shpjegon kë kulturën si determinant ekonomik, rolin e geografisë, politikat, ndërhyrjet politike si burimi dështimit, bile thot kë varfria është ruajtur ose thelluar shumë tek disa shoqëri për shkak të politikave ishte humanitare. Edhe sjell shembuj nga SBA Afrika dhe Amerika Latine, ku programet e ndihmës sociale kanë dekurajuar punën dhe kursimin. Dimensionin filozofik e ka të rëndësishëm dhe normativ. Edhe e mbështet në një koncept realist të natyrës njerëzore. Thet, njerëzit nuk janë të barabartë në aftësi, në vendodhje apo rrethana. Prandaj, pabarazia është normale dhe e arsyeshme. Aftësia, qysh e ka akumulue qate. Të barabartë në aftësi nuk ka njerëz. Prandaj nuk mund të ketë të barabartë edhe në pasuri. Në këtë libër, në këtë filozof, unë kam gjetë përgjigjet më adekuate se pse ka shtete shoqëri të varfra dhe pse ka të pasura. Dhe barazia është pikërisht në vlerësimin e aftësive, kapacitetit, respektimit të kohës dhe të ligjeve të cilat janë evidente aty. Natën e mirë.